Sëmundjet e zemrës nuk janë më problem vetëm për mosha të mëdha. Mjeku kardiolog në Spitalin Rajonal të Shkodrës Edi Smajlaj ka vënë në dukje se gjithnjë më shumë të rinj po diagnostikohen me probleme kardiovaskulare, një fenomen që i lidhet ngushtë me mënyrën e jetës moderne. Sipas tij, faktorët kryesorë që po ndikojnë në përhapjen e këtyre sëmundjeve tek të rinjt janë mungesa e aktivitetit fizik dhe zakone të dëmshme si duhani apo konsumimi i tepërt i alkoolit. Shfaqja e sëmundjeve kardiovaskulare shohim që ka një trend rritje për sa i përket shfaqjes në moshat e hershme. Pra, moshat e hershme gjithnjë më shumë po preken ose po vinë paraqiten me probleme kardiovaskulare të rëndësishme. Dhe kjo është e lidhur me prezencën, me stilin e jetesë dhe me prezencën dhe mos menaxhimin mirë të këtyre faktorëve të rrezikut që çojnë në shfaqjen e hershme të kësaj sëmundje. Megjithatë, mjeku sjell edhe një lajm inkurajues. Sipas tij, fal zhvillimeve në mjeksi dhe rritjes së ndërgjegjësimit për kontrollet e hershme, numri i vdekjeve nga sëmundjet e zemrës është në rënje. Pavarësisht prezencës lartë të shfaqjes së sëmundjeve kardiovaskulare, është parë që falë dhe politikave dhe protokollet mjekimit që vdekshmëria në pacient, në grupin e pacientëve me sëmundje kardiovaskulare është ulë vitet e fundit. Dhe kjo është një elan inkurajuese që tregon që, nëse ne i njohim faktorët e rrezikut dhe i menaxhojmë këtë faktor, punojmë me një stil jete të shëndetshme, pa diskutim që sëmundja kardiovaskulare do të shfaqet shumë më vonë dhe normalisht dhe pasojat dhe komplikacionet që sjell kjo sëmundje mund të jenë më të lehta. Në fund ai u bën thirrje të rinjve të mos neglizhojnë shëndetin e tyre, por të kryejnë kontrollet e rregullta kardiologjike, të ushqejnë shëndetshëm dhe të ushtrohen fizikisht. Duhet ta ruajmë shëndetin e zemrës dhe ky kujdes nuk duhet të fillojë në momentin kur ne ndjejmë që po shfaqen ose shfaqen shenjat që tregojnë për sëmundje kardiovaskulare, por ky kujdes duhet të fillojë shumë herët. Pra, kujdesi i zemrës duhet të fillojnë në moshat e hershme, të kenë një jetë të shëndetshme me aktivitet fizik, pra të ushtrojnë paktën 30 minuta në ditë për 5 ditë të javës, pra aktivitet fizik, të jenë aktiv, pra vazhdimisht aktiv, të jenë të kujdesshëm të shmangin konsumin e duhanit, të shmangin konsumin e alkoolit. Sëmundjet kardiovaskulare janë shpesh më të lehta për t'u trajtuar kur mjekët e kapin atë herët. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të kryhen vizitat parsorë çdo vit.